Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka zhvilluar një takim me operatorët turistik. Problematikat që ka ky sektor, objektivat në vijim, por edhe Vlora si qyteti i turizmit kanë qenë në qendër të këtij diskutimi. Vetë Çuçi është shprehur se takimi me operatorët e turizmit detar në Vlorë ishte një diskutim i hapur për të adresuar problemet me të cilat ata përballen dhe që meritojnë pashmangshmërisht të dëgjohen dhe t'u jepet një zgjidhje. Sipas drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, secili nga operatorët turistik është një kontributor i rëndësishëm në sektorin e turizmit, por edhe në jetën ekonomike të qytetit të Vlorës. Çuçi u tha operatorëve turistik se fal punës tuaj, çdo vit qindra mijëra turist shohin bukuritë e jashtëzakonshme të Bregdetit shqiptar. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës ka shprehur përkushtimin e tij për të përmirësuar infrastrukturën e nevojshme, sinjalistikën detare, sigurinë në ujëra dhe investimet në porte, në unison kjo edhe me qeverinë shqiptare dhe politikat e saj.